Shkupi është qyteti i ndarë më dysh, ku nga njëra anë jetojnë shqiptarët në një qytet tipik oriental me rrugë e ndërtesa qysh në kohën e perandorisë osmane. Dhe nga ana tjetër shikon një qytet që është i rindërtuar dhe shëndrit si gjithë kryeqytetet e Evropës perëndimore, ose që njihet ndryshe edhe si qyteti i Maqedonasëve. Vizitën mund ta bësh në këtë qytet edhe në dy monumentet kryesore si shtëpia e Nën Terezës dhe shtatorja e madhe e Nejat Agollit. Stacioni i vjetër i trenit, statuja madhështore e Aleksandrit të Madh dhe Harku i Triumfit, deri tek ndërtesat e larta të qeverisë dhe parlamentit. Sheshi qendror i lagjës Çair, pjesë kjo e banuar kryesisht nga shqiptarët dhe emëruar e ndërtuar si qytetet e tjera orientale në Ballkan. Dhe nga aty ku mund të shohësh lëvizjet e ngutshme të shqiptarëve të Shkupit, kush për pazar, kush për punë, dikush për vizitë qytetit dhe dikush për në shtëpi mbase kishte përfunduar punët e ditës.